Një atentat me armë zjarri ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në zonën e Kalamatës në Greqi. Mësohet se 2 persona kanë mbetur të vrarë, një grek dhe një shqiptar. Ngjarja ndodhi pranë një kampingu në zonën turistike të Foinikuntës në prefekturën e Mesinis. Identitetet e tyre nuk janë zbardhur ende, ndërsa sipas policisë raportohet se njëri prej viktimave, shtetasi grek rreth 70 vjeç, është pronar i kampingut ku ndodhi ngjarja, ndërsa shqiptari rreth 50 vjeç u qellua pas shpine në tentativë për të shpëtuar prej ekzekutorëve. Ngjarja ndodhi rreth orës 20:30 të mbrëmjes së djeshme, sipas orës lokale, në një kamping në vendin e quajtur Finikunda, në afërsi të Kalamatës. Nga informacionet paraprake, bëhet me dije se 2 viktimat janë qelluar me armë gjahu. Policia po punon për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e ngjarjes. Banorët e zonës dëshmuan se autori i krimit ishte një njerëz që dyshohet se ju afrua 2 personave dhe qelloi drejt tyre nga afër. I njëjti burim thot se pronari i biznesit ishte sulmuar në të kaluarën, pa përmendur emra për autoritetet. Një person ende i pa identifikuar hyri në ambientet e recepcionit dhe qelloi për vdekje pronarin e kampingut, një burr rreth 70 vjeç banor i zonës. Pak metra më larg u gjeti vrarë edhe një 55 vjeçar shqiptar, punonjës i kampingut dhe mik i afërt i pronarit. Sipas burimeve, ai u përpoq të arratisej por u qellua për vdekje nga i njëjti autor. Të dy ndërruan jetë në vendngjarje, ndërsa policia, e njoftuar nga banorët të zonës që dëgjuan të shtënat, gjeti trupat e tyre të pajet, të mbuluar me gjak në ambientet e recepcionit. Raportohet se rreth 10 ditë më parë, pronari i kampingut ishte kërcënuar dhe dhunuar nga persona të panjohur, por nuk kishte bërë kallëzim në polici, duke shmangur për shkallëzimin e situatës. Hetimet po vijojnë për të zbardhur motivet dhe rrethanat e plota të kësaj ngjarjeje të rëndë.